Përshëndetje, si jeni? Nuk më pritej derisa të shkoja në zyrë që të bëja një reagim për një gjë që ka ndodhur kohët e fundit. Unë, për ju që nuk e dini, kam bërë një film dokumentar të dytin që kam realizuar në Gjirin Persik, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në së fundmi në Iran. Kam shkuar në Teheran për të realizuar dokumentarin tim të dytë rreth realitetit emigracionit, dhe mendoj që emigracioni është një plagë që i përkon çdo shoqërie, por në Shqipëri, sidomos ka qenë shumë e theksuar për familjet shqiptare, për shkak të elementeve të ndryshëm ekonomik, social, kulturor edhe për çdo gjë tjetër që shqiptarët kanë dashur të emigrojnë për rrethana nga më ndryshmet për të përmirësuar në vetvete dhe për të tentuar për trajektore të reja jetësore profesionale për të zhvilluar dhe për të patur një jetë më të mirë. Por së fundi në Shqipëri, të paktën prej 10 vitesh, kanë ardhur një komunitet iranian në Shqipëri, të cilët janë iranianët e organizatës Mujahedine, të cilët unë jam njohur krejt rastësisht nga projekti im televiziv që kam patur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kam prezantuar një emision që quhej Me Aldon, dhe në sezonin e 5 kam patur një ftesë nga një shoqate e cila i strehonte këta iranian, të cilët kanë qenë të dezertuar, me fjalë të thjeshta të larguar nga ky kamp, dhe më treguan historinë e jetës së tyre. Këtu lindi çdo gjë dhe ishte gjithë piknisja e njohjes time me këtë komunitet të huaj në Shqipëri dhe se si ata ndërvepronin dhe kishin nevojë për mbështetje nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë për të qenë ata në një farë mënyrë me të drejta të barabarta me çdo refugjat tjetër dhe për të integruar lirshëm në popullin shqiptar. Kam njohur iranianë të cilët më kanë treguar rrëfime nga jeta personale dhe se si kanë qenë të bashkuar me kampin e Mekut dhe si u dakordsuan për të ardhur më pas deri në Shqipëri dhe dakordësimet politike për të cilat Meku ka patur me shtetin shqiptar për të strehuar në manës të qytetit të Durrësit. Për 30 vite këta antar iranian të cilët kanë qenë të izoluar në Mekë, dhe them izoluar me gojën plot duke qenë se nuk kanë patur të drejtat më themelore të njerëzit. Për 30 vite që kanë qenë antar të atij kampi, nuk kanë patur aksesim teknologjik, nuk kanë patur të drejtën për të komunikuar me familjet e tyre nëpërmjet telefonit, kompjuterit, iPadit dhe çdo gjë tjetër aksesor teknologjie që ata nuk i kanë njohur dhe nuk i njohin ende sot e kësaj dite që janë të mbyllur në Mekë. Telefona prej atyre kanë vetëm ata të cilët janë komandantët e grupeve, sepse ata janë të ndarë dhe jetojnë nëpër kapanone, dhe thjesht e bëjnë për të ilustruar, sepse që kur fillova unë të dilja në media dhe thoja që iranianët në Mekë nuk kanë telefona, ata filluan të bënin propagandën e telefonave dhe kur dilnin në rrugë filluan të dilnin me telefonat në dorë. Por që nuk është e vërtet, atje nuk ka as telefona dhe nuk komunikojnë me familjet e tyre. Dhe më shumë se 30 iranian më kanë thënë historinë e jetës tyre që kishte disa të përbashkëta. Mungesat e lirive, mungesa e komunikimit nëpërmjet telefonit, mungesa e marrëdhënieve seksuale, ndarjet e çifteve të cilët janë futur burrë e grua në atë kamp. Dhe tashmë jetojnë si motër e vëlla dhe burrat jetojnë veç, gratë jetojnë veç. Ka shumë të drejta të tjera që janë të shkelura, e drejta e lirisë së mendimit, dhe mbasi flinin gjumë, në Mekë i thoshin nëse ju keni parë ëndra tundimi që i quanin ata nëse donin që të largoheshin nga kampi, ose nëse fantazonin se si është jeta jashtë Durrësit ose jashtë kampit, ata duhet ta shkruanin në letër dhe të kërkonin falje. E kishin çdo gjë me kushtëzim dhe nëse kërkonin që të largoheshin nga kampi, drejtuesit e kësaj organizate u thoshin që shqiptarët janë të këqinj, shqiptarët janë kriminela, janë vrasës, janë përfitues dhe mund të abuzojnë me ju nëse ju dilin nga kampi. Pra bënin një lloj praktike ideologjie që këta njerëz mos jetonin të lirë. Duke njohur të gjithë realitete nga këta 30 ish antar, nuk më linte mola si gazetar duke e lënë deri këtu. Dhe vendosa të shkoj në Teheran, sepse Teherani është qyteti më i madh ku predispozita për të njohur shumë familje nga afër ishte shumë e madhe. Vendosa të shkoj në Teheran dhe të takoj nga afër realitetin e tyre dhe të familjeve të cilat kishin mbi 30 vite pa ditur rreth ekzistencës së fëmijëve të tyre. Takova nëna bijash edhe djemsh të cilët kanë shumë vite pa komunikuar dhe më thanë që ne nuk dim nëse djali ynë është gjallë apo jo, dhe nuk dim nëse vajza jonë është gjallë apo jo, dhe duam që nëpërmjet këtij dokumentari që ti po realizon,
të jetë si një urë komunikimi që të bëhet e mundur që ata të kuptojnë që ne jemi në pritje dhe në kërkim të tyre. Në fakt, kampi i Mekut fillimisht ka qenë në shtetin e Irakut, dhe Meku u bë si një lloj demokracie kundër regjimit të Iranit, sepse Irani është një republikë islamike dhe kishte rregulla shumë të ashpra të asaj kohe. Dhe drejtuesit e Mekut, që quhen Masud Rajavi dhe Mariam Rajavi, krijuan kampin Ashraf, ose ndryshe kampi i lirisë, Liberty. Dhe atje, struktura e organizatës Mujahedine rekrutoi shumë të rinj, të cilët ishin naiv dhe u thanë që ne do ju largojmë juve nga Irani, sepse do jetoni të lirë në vendet perëndimore apo europiane. Dhe mbas dakordësisë që Amerika i solli në Shqipëri, ish kryeministri në atë kohë shqiptar Sali Berisha miratoi një grupazh të vogël prej 300 iranianësh dhe më pas me ndrimin e qeverisë, kryeministri aktual Edi Rama mori rreth 3000 iranianë që i strehoi dhe mendoj që kjo ka lindur nga humanizmi, sepse ne shqiptarët jemi munduar të respektojmë dhe të ndihmojmë të gjithë popujt në të gjithë botën. Por kampi i Mekut, në momentin që unë kam filluar të flas për të vërtetat që ndodhen në atë kamp, ka filluar të mos sulmojë në forma të ndryshme, që është e pritshme dhe është një risk që unë e kam marrë përsipër. Normalisht, ata nuk mund të sulmojnë fizikisht, sepse këtu kemi një lloj rrjeti sigurie që është policia, janë strukturat e mbrojtjes, të cilat ata nuk besoj se do arrijnë deri në manipulime ose taktika fizike, se dhe në qoftë se kanë dëshirë që të konfrontojnë fizikisht bujrën, sepse ka institucione që do merren në ta pastaj. Por problemi është tek manipulimet dhe fushatat që ata po bëjnë kundër meja. Dhe një ndër fushatat më të shëmtuara që unë po ndeshëm së fundi është kontaktimi i pronarëve të televizioneve private në Shqipëri, ku i thuhet që shihni intervistën e Aldës Ullularit, sepse unë kam shkuar në një intervistë në televizionin News 24, në emisionin e mëngjesit, te kolege ime dashur Anila, e cila me shumë profesionalizëm, me shumë respekt dhe dashuri, më bëri një intervistë shumë të këndshme për të promovuar dokumentarin tim të dytë në Teheran. Por unë nuk vajta aty si kryetar shoqate, nuk vajta si përfaqësues shoqate apo si një antar shoqate. Unë aty vajta si një gazetar. Dhe te strishat e intervistës thuhet Aldo Sullullari gazetar, dhe se si ishin eksperiencat e mia në një shtet si Irani, dhe këtë takova në Iran, dhe si është kultura iraniane, dhe ku bazova unë për të bërë dhe ku frymëzova unë për të bërë këtë dokumentar. Dhe unë aty nxora një enciklopedi. Te kjo enciklopedia janë të shkruar të gjitha emrat e të gjithë viktimave të organizatës Mujahedine, sepse organizata Mujahedine deri në vitin 2010 është etiketuar si një organizatë terroriste, ndoshta edhe pak më përpara, mos i gabohem me vitet. Vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë titulluar organizatën Mujahedine para shumë vitesh si një organizatë terroriste. Dhe organizata Mujahedine ka vrarë shumë jetë njerëzish. Dhe në atë enciklopedi unë lexova të gjitha kontaktet e njerëzve të cilët janë lënduar fizikisht nga organizata e Mekut. Dhe unë takova pikërisht familjarët e këtyre personave dhe disa nga vetë personat të cilët nuk kanë humbur jetën, por janë dëmtuar në forma të tjera fizike apo dhe torturuar nga Meku. Dhe ishin ata protagonistët e dokumentarit tim. Pra ishin ata personat të cilët janë dëmtuar nga Meku. Dhe i kanë çuar një letër tani drejtuesit e Mekut, pronarët e televizionit, për cilin e përshëndes dhe uroj që në radhë parë kërkoj ndjes nëse i kam shkaktuar shqetësime, sepse media është shumë e vështirë për të drejtuar. Unë jam gazetar vetë, kam kontribuar për 11 vite në televizionet shqiptare dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si gazetar, dhe di që është një përgjegjësi shumë e madhe për të dalë dhe për të folur publikisht, sidomos për kauza të tilla që ndonjëherë kanë një konotacion dhe politik. Por unë këtu nuk po merrem me marrëdhënie diplomatike ndërkombëtare. Unë në News 24 dola si një gazetar i cili vajta lajmin tim deri në fund. Dhe lajmi im që më ra në dorë ishte që në Mek nuk ka komunikim me familjet. Dhe për ta verifikuar lajmin para se të flas, vajta në Iran dhe u pohua lajmi im dhe u verifikua nga vetë familjet të cilat më thanë që ne nuk flasim me fëmijët tanë,
sepse Meku nuk do. Arsyeja pse nuk do Meku është një pse e madhe, por ndoshta është dhe e thjesht, sepse nëse ata antar do kenë lirshmërinë për të komunikuar me familjet, ju siguroj që të gjithë ata antar do dilnin nga kampi dhe do kërkonin të dilnin nga kampi. Por duke i mbajtur kështu në mënyrë hermetik dhe të mbyllur, ata duan t'i nxjerrin nga realiteti dhe t'i përdorin vetëm si ushtar për qëllimet e veta politike apo dhe për sulmet kibernetike që ata kanë bërë për një kohë të gjatë për Iranin apo dhe për sistemet në Shqipëri që kanë bërë. Sepse shumica e veprimtarive që janë bërë në Shqipëri me sulmet kibernetike kanë qenë pikërisht nga ata që ne kemi strehuar nga kampi i Mekut. Tani Meku nuk di se si të justifikoj veprimet e veta, njerëzit që kanë ndaluar, ka vrarë për zgjallje dhe ka vrarë edhe në mënyra të tjera, por shkon takon dhe dërgon letra tek pronarët e televizioneve dhe thot, shiheni intervistën me Aldo Sullollari, sepse Aldo Sullollari është terrorist, Aldo Sullollari shpunoi si Ministrisë së Inteligjencës iraniane dhe nuk e di se ku në çfarë strukturash më kanë futur me Iranin, ndërkohë që unë t'ishte aq i zotit merresha me politik, isha marrë me politikë në vendin tim, se vendi im ka shumë halle për të rregulluar, s'kisha shkuar të rregulloja as Iranin, as Afganistanin. Por kjo që po ndodh është shumë e shëmtuar dhe nuk ka asnjë lloj justifikimi. Për mendimin tim është shumë e turpshme që të kontaktohen kolegët e mi, pronarët e kolegëve të mi, ndoshta edhe pronarët e mi të ardhshëm, sepse unë jam gazetar, nesër jeta do më ndeshi me News 24, ndoshta unë mund të punoj, unë kam qenë speaker lajmesh, edhe ndoshta në të ardhmen do më lidh të jeta të punoja speaker lajmesh në News 24, ose mund të hapja një emision në News 24, dhe çfarë bën Meku? Mua do të më mbylli karrierën time televizive, do të më mbylli gojen, dhe do të mbylli gojen dhe të vërtetën medias, duke kontaktuar këta pronar televizionesh dhe duke denigruar imazhin tim publikisht. Unë di them diçka. E para punës, unë nuk dua ta fajsoj media, sepse normalisht ata kanë dashur të ruajnë politikat e veta të sigurisë, sepse Meku faktikisht është për të patur frikë, dhe mendoj që kanë bërë mirë që deri diku janë friksuar dhe e kanë fshirë videon time me kërkesën e Mekut për të siguruar, sepse Meku, nëse nuk do ta bënin, mund t'i kishte hakeruar sistemet online të News 24 dhe unë nuk do doja kurrë që prej meje të bëj një dëm i tillë për televizionin më të madh informativ në Shqipëri, dhe që unë e kam madhuruar që i vogël dhe vazhdoj ta dua shumë, sepse Meku është i rrezikshëm dhe e bën po doj, por duke u fshehur nga krau tjetër dhe duke fshirë këtë video, ne lëm të kuptojmë dhe tek Meku që Meku pas ka fuqi. Po kush është Meku në Shqipëri në vendin tim të mbylli mua gojën? Do thënë u bën ata, çfarë ata? Kush janë ata? Kush është Meku? Se tani nga çështje pune po kalojmë në çështje, do të thënë nuk ka sens. Kush është Meku të më mbylli mua gojën në televizionet e mia, në jetën time, në shtëpinë time në Shqipëri? Ka i pushtetshëm që nga Meku, por çfarë ofron Meku për ta mbyllur gojën? Kush është Meku dhe si mund ta mbyllë gojën? Kam dëgjuar për disa televizione të tjera që ja kanë mbyllur gojën nëpërmjet paras. Po është normale për disa televizione të tjera të kësaj. Po do vi dita, nëse do duhet të flas publikisht, do flas publikisht dhe mbaj përgjegjësi për çdo gjë që them. Por nuk është para e gjithçka. Nëse Meku vendos të thotë që unë po shpif, atëherë është i ftuar Masud Raxhavi, që thuhet që ka vdekur, po s'ka vdekur se është arratisur. Mariam Raxhavi që është gjallë, po është ndaluar të vishë Shqipëria ose e ka bllokuar Franca atje, ose një përfaqësues i ndërzarat e tyre, të cilët aludojnë ose mendojnë se unë po shpif, të përballen me mua në një debat televiziv, ose në shumë debate televizive, me që duan show, hajde bëjmë show, edhe hajde dalim, flasim ballë për ballë, në ekran, në televizion. Sepse ndoshta nëse jeni dhe ju, nuk do tentoni të fshini videot. Nëse unë kam gënjur apo kam shpifur ku, çfarë? Pse? Çfarë interesi kam unë të gënjej? Për çfarë duhet gënjej? Që ju e keni mbajtur antarët tuaj mbi 30 vite të izoluar, që ju e keni mbajtur pa telefona, që kanë ardhur prindrit e këtyre fëmijëve që ju keni izoluar, kanë ardhur, kanë kontaktuar, kanë dashur të kontaktojnë dhe ju i keni përzënë me gura, i keni gjuajtur me gura, që i mbani të frustruar këta njerëz seksualisht, ku kam gënjur unë, që i bëni lavazhe truri. Po këto nuk i shpika nga vetja, se unë s'kam kamerë të fshet në organizatën e Mekut.
Mua mi kanë thënë ata që ndodhen midis jush. Ata njerëz që i keni akoma brenda dhe më kanë shkruar se ç'a ndodh aty, kanë dalë, kanë folur për jetën tuaj, dhe ata njerëz të cilët kanë dalë sot janë kraun tim dhe unë jam në kraun e tyre. Ish antarë të organizatës MEK. Çdo informacion që unë kam vjen nga brenda jush, nuk vjen nga unë. Ne si shqiptar nuk dinim asgjë për ekzistencën tuaj. Thjesht antarët iranian kanë folur vetë se si kanë jetuar aty dhe më kanë thënë, kam shumë vite pa komunikuar me familjen, kam shumë vite që nuk kam parë dritë e diellit. Më kanë thënë që ju shqiptarët jeni të tmerrshëm, por ju që jeni shumë të respektuar, madje kemi dhe kultura shumë të ngjashme, që jeni shumë mikpritës, e kanë lavdruar dhe duan shumë Shqipërinë. Kështu që nëse keni nevojë të thoni të vërtetën tuaj, në qoftë se çdo e vërtet tjetër në shumë kundërshtrime është subjektive dhe është personale, mendoj se realiteti juaj është vetëm një e vërtet. Jeni një kamp i izoluar dhe jeni njerëz të turpshëm.